Ministria e Shëndetësisë informon se situata epidemiologjike në Gostivar është stabile dhe se po monitorohet vazhdimisht nga institucionet kompetente shëndetësore. Gjatë një gushtit janë regjistruar gjithsej 57 kontrole të para, që është për 3 më pak krahasuar me një ditë më parë, kur u evidentuan 60 kontrole dhe se nuk ka hospitalizime të reja. Deri më 1 gusht janë regjistruar gjithsej 1041 raportime zyrtare për sëmundje infektive dhe janë realizuar 734 ankesa të reja epidemiologjike. Kujtojmë se më 17 korrik, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e ndaloi përdorimin e ujit për pije në Gostivar, pasi u zbulua një pompë që fuste drejt për drejt ujërat të ndotura në sistemin e ujësjellësit. Inspektorët e agjencisë dolën në teren së bashku me policinë, pasi një numër i madh i qytetarëve kërkuan ndihmë mjekësore. Disa ditë më vonë, drejtoresha e ndërmarrjes publike komunale në Gostivar dhe edhe 2 të punësuar u arrestuan. Sipas hetimit, më 25 qershor, të dyshuarit kishin urdhëruar punonisit të vendosin 3 pompa zhytëse në një kanal me ujë sipërfaqësor të ndotur, pranë rezervuarit të ujit të pishëm për të testuar presionin e ujit. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë mori mostra të ujit, por edhe pse rezultatet e analizave ishin gati, qeveria dhe prokuroria nuk i publikuan më njëherë, por disa ditë më vonë, saktësisht më 20 korrik, prokuroria publike publikoi rezultatet, sipas të cilave uji në Gostivar ishte jashtëzakonisht i ndotur dhe nuk duhet të përdorur për asnjë qëllim. Për rastin në fjalë, kryeministri Christian Miskovski ditë më parë tha se hetimi do të zgjerohet dhe se do të përfshihen edhe persona tjerë. Në Gostivar, për momentin ka vetëm ujë teknike që mund të përdoret për larje dhe pastrim, por jo edhe për gatim dhe pije. Deri më tani, rreth 5000 persona kanë kërkuar ndihmë në spitalin Gostivarit për shkak të helmimit nga uji.